Një debat jashtë shpërtheu mes Klodit dhe Albës në Big Brother Kosova, duke kthyer një përplasje mendimesh në një shkëmbim fjalësh të rënda që tronditi atmosferën në shtëpi. Ajo që nisi si mosmarrëveshje për qëndrime dhe sjellje, shumë shpejt kaloi kufirin e debatit normal dhe u shndërrua në sulm personal. Në kulmin e tensionit, Klodi përdori një gjuhë ofenduese ndaj Albës, duke e etiketuar me fjalë që prekën drejt për drejt dinjitetin dhe edukatën e saj, madje duke bërë edhe aludime që u perceptuan si poshtëruese. Këto fjalë ranë rënd në shtëpi dhe jashtë saj, sepse nuk ishin më argumente loje, por etiketime personale që zhvendosën fokusin nga çështja reale e debatit. Alba, nga ana tjetër, reagoi e prekur dhe e indignuar. Për të, ky nuk ishte më një konflikt strategjik, por një sulm ndaj figurës së saj si grua dhe si njeri. Reagimi i saj tregoi se sa lehtë mund të thyet kufiri mes debatit dhe fyrjes, sidomos në një ambient ku presioni është konstant dhe kamerat janë gjithmonë të ndezura. Ky episod nxori në pa një problem të përsëritur në Big Brother. Kur argumentet mbarojnë, disa banor kalojnë te fjalët e rënda. Në vend që të diskutohet sjellja, loja apo strategjia, debati degradoi në etiketime që nuk kontribuojnë në asnjë mënyrë në kuptimin e situatës. Banorët e tjerë reaguan në mënyra të ndryshme. Disa u përpoqën të qetësonin situatën, të tjerë mbetën spektator të heshtur, ndërsa disa shprehen hapur pa kënaqësinë për nivelin e gjuhës së përdorur. Ky moment tregoi se shtëpia është një ekuilibër i brisht, ku një fjalë e vetme mund të ndezë një zjarr të madh. Publiku jashtë u nda në dy kampe. Një pjesë e dënoi ashpër gjuhën e Klodit, duke e konsideruar të papranueshme dhe ofenduese. Një pjesë tjetër u përpoq ta justifikojë si reagim emocional në kushtet e lojës. Por pavarësisht qëndrimeve, një gjë ishte e qartë, fjalët kanë peshë dhe pasojat e tyre nuk mbeten vetëm brenda mureve të shtëpisë. Big Brother Kosova është më shumë se një garë për çmim. Është në